Neve nga ka pinati se gjithmonë unë jam më i miri se tjetri. Edhe ja si nuk janë ullë një pavarur është, me atë pavarur mirë është vesh makollaj. Të dy parti tjera nuk ullën, bisedojnë, që të mirën vesh të dalin një kandidat. Me pro fakte edhe kundër fakte. Të mirëshin vesh, deri një kandidat, atëre me siguri, a i pavaruri do pajtoshte me marrëveshjen e këtyre dy partive. Po përpara nuk u morën vesh të dyja. Të dyja nuk u morën vesh. Vota është shqiptare. Votat nuk i takojnë një partije. Votat është shqiptare. Ne duhet të bashkojmë votat shqiptare këtu. A partit në me si do mirën vesh është qëtër. Si do mirën vesh ato, sikur ato dy partit ishin marrë vesh që të nxjerrin një kandidat të katërt. Pa parti hiç, jo edhe ai pavari që ka dalë vesh. Shembull, asë njëni për këtyre treve, do dali një i katërti, votat do t'i mblidheshin ati? Po. Se vota është shqiptare, vota nuk i takon një partije. Unë mendoj i lirë. Edhe kjo është, i këtë mëre, thash, ne, inshallah, nuk e humim rrëdhën e parë. Nuk i mbledhin votat ato 50+1, se ne, po t'i mbledhin ato, edhe na të mendojmë se do vim rrethin e dytë, do humnim edhe me një kandidat, do të humnim. Se 50, një po t'i marrë, a tjetëri si ka 50, +1. A i ka 50 -1. Edhe 50 -1, edhe 50+1 shkonaj me një kandidat, po duhet të mobilizohen të vinë. Sikur t'ishte një rreth i parë, krejt diaspora do vinte. Krejt diaspora rrethin e parë do vinte edhe do vendoste që në rrethin e parë kush do jetë kryetar. Tash të shpresojmë, të kalojë një kandidati joni në rrethin e dytë, që të mobilizohet prap diaspora, si për herë të baj barën, se prej 90-ën, e këni diaspora ka baj barën edhe në arsim, edhe në zgjedhje, edhe gjithkund, edhe në politikë, edhe gjithkund. Pa diasporën, pare harrozën, pa diasporën, ne nuk kemi mund të bëjmë kur gjë. Edhe ato vendime që kemi pru me Nurën Bashkë, ata vendime i kemi pru në mbështetje të diasporës. Tu mendu se diasporën e kemi për mrapa. E kemi pas gjithmonë. Gjithmonë e kemi pas. Nuk na ka mungu prasise. Unë mendoj, tash nuk e di tash sa kanë qenë suqejel këto partit politike, se ndoshta nuk e kam prit se do të vinë kjo situatë. Se për ndryshe, unë sa jam i njoftu, edhe në teren, edhe sa ku më përcjellën mërgatën, askush një votus nuk e dëshiron këtë situatë. Ama asë një, edhe aj maj vogli që nuk merë pjesë në votime, thotë çka është kjo punë. Nuk i pëlqen kjo. Nuk është i kënaqur me këtë situatë. Ndoshta këto nuk duhet ta lëshojnë të vinë deri këtu. Duhet të ulen mërgata, këtu Kërçova, edhe ta zgjidh këtë problem para se të vinë deri te kjo. Se tash ne kemi hyrë në një lojë që nuk e dim se si do të përfundojnë. Si ndëgjoj tash për shkak si mërgata si ka insistu, se pse nuk u bë kjo, pse nuk u bë atë, duhet të bëhet më përpara dhe ata ta kishin koordinuar punën. Dhe mos e lejonte. Pa marrë parasysh kush është në pyetje, nur e dini, ja është ky, të lutem, se ndëgjoj. Le të ulen 3 kandidatët, vetëm le shiqohen në sy njëri me tjetrin, unë jemi bindur se e din se cili se kush është kryetari jashtë. Unë e mendoj për vete. Ne e njefim njëri tjetrin.